Takimi I parë I Bordit të Paqes në Washington u mbyll me një bashkëbisedim të shkurtër mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Edhe pse nuk pati detaje zyrtare mbi përmbajtjen e diskutimit, mesazhet e përcjella nga fjalët e Ramës në ceremoni sugjeruan se tema kryesore ishte procesi gjyqësor ndaj ishullëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hag. Kreu I qeverisë shqiptare I kërkoi hapur Trumpit mbështetje për çështjen e Hashim Thaçit dhe 3 drejtuesit të tjerë për të cilët Prokuroria Speciale ka kërkuar dënime deri në 45 vite burg. Rama theksoi se arrestimi I Thaçit ndodhi pikërisht në momentin kur pritej nënshkrimi I një marrëveshje historike paqeje me Serbinë, procesi I ndërmjetësuar nga administrata Trump gjatë mandatit të tij të parë. Me argumentimin e tij, Rama përmendi dhe faktin se urdhri I arrestimit ishte firmosur nga prokurori amerikan Jack Smith, I njëjti që më vonë hetoi Trump për ngjarje në Kongresin Amerikan. Sipas kryeministrit, kjo përbën një paradoks politik dhe historik, duke shtuar se procesi ndaj shkrerëve të UÇK-s rrezikon të prodhojë pasoja për stabilitetin në Kosovë dhe rajon. Në fund të fjalës së tij, Rama përdori një thirrje të drejtë për drejtë drejtuar presidentit amerikan, duke kërkuar ndërhyrje përpara fatit 3 mujor të vendimit të gjykatës speciale. Ai paralajmëroi se një vendim që perceptohet si I padrejtë mund të rikthejë tensionet dhe dëmtojë përpjekjet për paqe afatgjatë në Ballkan.